Radhë parë jam i qytetari i Pogradecit. Radhë dytë jam i këshilltari i Bashkisë të Madhe të Pogradecit. Jam shumë i shqetësuar për pjesën e taksave vendore dhe bizneset që do ju rritet tarifa dyfish, duhet të fillojnë të ngrenë dhe çmimet. Ku Pogradeci vërtet është një qytet turistik, por ndoshta mos duan ta kthejnë në një qytet më shumë për interesat e dikujt. Prandaj mediave ju bëj thirrje dhe i falenderoj për pjesëmarrjen që të kenë sa më shumë sensibilizim dhe do kisha shumë dëshirë të ishin dhe brenda në sallën e Këshillit për të pasqyruar çdo gjë që mendoj që është e padrejtë për qytetarët dhe nevojë. Çfarë takse është? Do rritet 50% taksa e hotelerisë dhe fast foodeve. Ku fast foodet duhet të rritin dyfishin e çmimit, hoteleritë duhet të rritin dyfishin e dhomave, ose duhet të ulin pagat tek punonjësit e tyre, që ke kuzhinierët, ke sanitarët edhe me radhë. Po taksat e domosdoshme të qytetarëve, preket drejt për drejt qytetarëve? Taksat e qytetarëve preken domosdoshme për arsye sepse është dhe një projekt vendim që duhet kalohet për rritjen e tarifës së ujësillësit. Kur Bashkia e Madhe dhe pellgu i mbiledhës nuk mund të rritësh dot taksat e ujit edhe pjesës së buqimasit edhe pjesës së udhënishtit, kur nuk e dim si furnizohet me ujë. Bile madje në grupin e këshilltarëve kam bërë dhe një thirrje ku i kam thënë sekretarisë të Këshillit të Thresit dhe kryetarët e fshatrave për të qenë të informuar sepse dëgjesat publike nuk kanë qenë në nivelin e dur në përjashtim të administratës. Faleminderit juve dhe ju ftoj të jeni të gjithë brenda.